Sot, në prezencë të kryetarit, unë kisha dëshirë që të ishin këtu me ju, të prezentoheshin, të thonin historitë e tyre, vajzat e djemt që kanë dalë nga gjiri juaj. Çka tregon një herë e mirë se në Partinë Socialiste njerëzit përzgjidhen për të përfaqësuar përmes meritokracisë. Çka tregon një herë e mirë që ne socialistët zgjedhim për të na përfaqësuar më të mirët. Ne nuk kemi luftuar që Shqipëria të jetë një bunker. Ne jemi luftuar pikërisht që Shqipëria të bëhet pjesë e botës. Dhe që çdo vajzë dhe çdo djalë, edhe në fshatin më të largët, mos ketë frikë të ndërojë të kushtoj botën. Kjo është dita kur ne, duke shkuar të votojmë, mund të vendosim nëse në pak vite do marrim ne, ju, personalisht një nga një pasaport shqiptare të Bashkimit Evropian.